Dhe nuk duam që të krijojnë hendeqe të reja tek mënyra se si mund të përshpejtojnë punën. Objektivi ynë është që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin përpara në sinkron dhe nuk duam që të krijojnë hendeqe të reja mes jush 6 vendeve tuaja, sepse në fund të fundit të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i përkasen Bashkimit Evropian, pra duhet jenë pjesë e tij dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota dhe e theksoj edhe një herë me të drejta të plota të Bashkimit Evropian si shpërblim i merituar për parafrimin e plot me legjislacionin e BE-s dhe akoma edhe më rëndësishme me vlerat e BE-s. Pra, le të përqendrohemi sot tek mënyra se si mund të përshpejtojmë punën në qershor. Ne do të kemi skadimin e periudhës tranzitore njëvjeçare për reformat e papërmbushura nga raundi i dytë i raportimit dhe për këtë arsye i bëj thirrje të gjithë udhëheqësve të rajonit që të punojnë akoma më fort për reforma. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë më tej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rirritjes është një urë e shpejt dhe e sigurt drejt tregut përbashkët Evropian.